Ashtu njerëzit e Kombeve të Bashkuara ishin ndjenitë asaj çfarë po ndodhte. Pra nuk ishte sekret. Fakti që u ndryth për kaq gjatë është vërtet një tragjedi për familjet që kanë vuajtur. Jam i lumtur të shoh që familja e një prej viktimave ka qenë shkaku i këtij hetimi nga SPAK-u. Në SPAK e ka quar Zamira, nëna e fëmijës 7 vjeç, Erit, gruaja që nuk u dorëzua asnjëherë. E jashtëzakonshme. Mendoj se kjo është diçka e bukur. Ajo grua, unë e kam intervistuar disa herë, por kam qarë, jo vetëm herët kur shkova në shtëpinë e saj, por sidomos herën kur ajo për herë të 100 mori përgjigje negative nga drejtësia dhe qëlloi me grusht xhamat e gjykatës. Por nuk u tërhoq asnjëherë. Unë kam fëmijë vetë dhe është shumë e vështirë të imagjinosh dhimbjen e një nëne. Është thjesht e tmerrshme ta mendosh dhe kjo është një nga arsyet pse interesi im mbetet për këtë çështje, sepse është një histori njerëzore. Nuk është thjesht një histori politike apo juridike. Është një histori njerëzore. Një fëmijë 7 vjeç ka humbur përgjithmonë për shkak të këtyre idiotëve kriminal. Dhe ndaj mendoj se drejtësia duhet vendoset. Nuk e di se kur, nuk e di se si. Nuk e di se ku do të shkoj apo kush do të mbaj përgjegjësi, por di se janë nëna të tilla, si nëna e fëmijës 7 vjeç vrarë në Gërdec, që mund të ndryshojë Shqipërinë dhe botën. Ndërkohë, lajmi tjetër dhe hera e parë, praktikisht, ishte kur Shkëlzen Berisha, djali i Sali Berishës, u thirr në SPAK. Në këtë moment edhe ju me njerë u bët i interesuar, ju duk një lajm për drejtësinë shqiptare? Po ashtu mu duk, e pash të në lajme. Siç e mbani mend, Berisha Junior më paditi në Shtetet e Bashkuara, duke pretenduar se unë thash gjëra që ishin shpifse për të. Por ajo çështje u pushua. Gjykata gjetën se kishte 0 shanse që Berisha Junior të mund të kishte suksese në gjyq dhe kjo u apelua nga avokatët e tij deri në Gjykatën Supreme të Shteteve të Bashkuara dhe u hodh poshtë 8-1 ose 7-2 ndoshta, nuk më kujtohet. Por çështja ishte se Berisha Junior, pra Shkëlzeni, po onte se nuk ishte personazh publik, ndaj nuk duhet të prekej imazhin e tij si një person privat. Atëherë botuesi im bëri një sondazh me shqiptarët sa njerëz e dinin emrin e tij. Doli se ishte 100%. Në Amerikë ka një ligj që nëse je personazh publik, kur ngren akuza duhet vërtetosh që gazetari e dinte ose me keqdashje nuk donte dinte të vërtetën dhe megjithatë e publikoi. Kjo për mua ishte një akuzë qesharake, sepse libri Armët dhe Çunat nuk ka thënë asgjë më shumë se sa është thënë më specifik dhe akuza të preta në media të tjera. Unë kam raportuar për biseda shumë specifike që dyshohet se ka ndodhur. Berisha Junior pohoi se nuk i ka bërë. E po unë shpresoj që SPAK-u do t'i trajtojë këto çështje dhe e di që për t'i shkuar vërtet deri në fund do të ketë nevojë për shumë dëshmitar. Përfshiri shefin e shtabit të përgjithshëm, zotin Luan Hoxha, i cili u arratis në Shtetet e Bashkuara në kohën e shpërthimit në Gërdec dhe tani jeton në Bronx. Do të doja shumë të dëgjoja se çfarë ka për të thënë. Ju e keni takuar Luan Hoxhën? Foli ndonjëherë ai për ju? I did not, but I have reporting on the Jo, nuk jam takuar, por kam raporte për takimin që ai pati me zyrtar të lartë në Tiranë, duke thënë se ai kishte frikë për jetën e tij, dhe se si shqetësimet e tij u morën seriozisht sa qeveria amerikane. Nuk ka rëndësi për çfarë arsye, pasi nuk e treguan kurrë. E nxori Luan Hoxhën nga Shqipëria. Ky fakt flet shumë për pamëshirën e njerëzve që u përfshin në tragjedinë e Gërdecit, dhe gjithashtu për mënyrën se si qeveria amerikane nuk ka bërë realisht adresimin e duhur të këtyre çështjeve dhe kontekstin shqiptar. Shtetet e Bashkuara vërtet kanë fuqinë për ta bërë shoqërinë shqiptare të ketë besim ndaj drejtësisë. Dhe vetëm kështu mund ta bëjnë. Në vend që t'i groposin këto gjëra, duhet i nxjerrin ato në sipërfaqe dhe ta trajtojnë popullin shqiptar me respekt. Mendoj se ky do të ishte një shërbim shumë më i mirë se sa të bëjnë foto me një person i cili sapo është trajtuar si politikan i korruptuar nga investiguesit shqiptar. Dhe pas 3 ditësh shfaqet në Washington, duke shtrënguar duart me dikë që duhet të jetë më i informuar para se të pranojë të jap dorën dikujt që duhet të jap llogari. A mendoni që ka lidhje shpallja e Berishës në ngrata me Gërdecin? I do. Po, unë mendoj se njerëzit në ambasadë kishin ndjeni se po ndodhte një korrupsion groteks me municione. Jo vetëm me AEY, por në përgjithësi. Nuk mund të themi për kalkulimet politike, por mos t'i them popullit shqiptar drejtsinë e zbulimit se çfarë ndodhi vërtet dhe në vend të kësaj duke zgjedhur idenë e interesit amerikan, që la vdekjen e atij djali 7 vjeçar në prapaskem. Nuk e kuptoj dhe nuk pretendoj të mendoj se është e moralshme apo e detyruar. Mendimi im është që Shqipëria, si një vend i ri, po zhvillon realisht sistemet e saj politike, shtypin e të tjera institucione në 2 dekadat e fundit, dhe përpjekjet e reja duhen ushqyer e kujdesur dhe nuk duhen trajtuar si një tjetër gurshall në tavolinën e lojës. Më duket sikur populli shqiptar nuk i është bërë shërbimi siç duhet, vetëm duke ndaluar Berishën të shkojë në SBA, por nga ana tjetër duke mos e përballur realisht me problemin. Dua të theksoj se ky është opinioni im.
Por është opinioni i njeriu që ka shumë njohuri për faktet dhe kjo është e rëndësishme, prandaj duam ta bëjmë këtë intervistë me ju. Well, I did spend years investigating this and a lifetime as a Kam 10 vjet që investigoj për këtë ngjarje dhe kam një jetë të tërë si gazetar dhe si avokat. Nuk mbaj mëri, nuk jam kundër asnjë force politike në Shqipëri dhe nuk kam asgjë tjetër përveç shqetësimit për shoqërinë civile shqiptare. Shqetësim për ato familje të përfshira dhe më pas shqetësimi që sistemi gjyqësor të bëhet i qëndrueshëm dhe të ketë integritet real. Sepse kjo është një çështje e cila u gjykua në Amerikë. Keq apo mirë, ata njerëz që u përfshin morën gjykimin. Në Shqipëri asgjë. Në Shqipëri nuk ndodhi asgjë. Ky është turpi. Yeah, I agree and even the people that were held to account as you say it was Po, jam dakord me ty. Madje edhe njerëzit që u dënuan në Shqipëri, u dënuan për gjëra qesharake. Nuk u dënuan për thelbin e vërtetë asaj që po ndodhte. Nuk ka një gjë të tillë si sistemi i përsosur i drejtësisë, me aq sa di unë gjatë jetës sime duke punuar për histori të ndryshme. Por në këtë rast ajo që ndodhi ishte se të gjithë këta tash quajtur të rritur, politika zyrtar, ushtria, Pentagoni, Departamenti i Drejtësisë, Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara dhe duke përfshirë strukturat politike shqiptare. Të gjithë dolën paq me pothuajse asgjë, asnjë akuzë. E dini kur dritat u ndezën dhe të gjithë minjt u larguan aty. Aty qëndruan 3 fëmijë dhe kështu ata u ndëshkuan. Di me siguri që libri im dhe historia rreth kësaj çështje ndryshoi mënyrën se si Pentagoni nisi të operojë për sa i përket blerjes së armëve dhe pasjen e sistemeve më të mira. Por nuk jam i sigurt që Shqipëria kishte nxjerrë vërtet mësimet e duhura nga kjo. Nuk jam i sigurt te sistemi ligjor. Prandaj kam shumë shpresë që spaku dhe kjo nënë e mrekullueshme mund të hedhë në dritë. Unë do të vazhdoj të kem interes për këtë çështje dhe me të vërtet do të doja të shkruaja për ta, nëse gjen zgjidhje. Sepse në fakt çfarë po ndodh nuk është më lajm në shtypin ndërkombëtar. Ndërsa në rast se diçka ndodh, ju do shkruani për të. Yes, I think I would Po. be interested in doing that. Mendoj se do të isha interesuar ta bëja këtë. Ndoshta kjo vjen nga fëmijëria ime, sepse un kam lindur në Kanada, por jetoj në Amerikë dhe e di se si ndihen këto vende të vogla, ku nuk merr kurrë vëmendjen e dur, siç ndodh me ju. Dhe kjo është e padrejtë, sepse jeta e shqiptarëve është po aq e vlefshme sa çdo qenie tjetër njerëzore. Pra, po mbetem i interesuar për historinë. Ende mendoj se Shqipëria është një vend i bukur i populluar nga njerëz të bukur. Kam kaluar shumë mirë kur kam qenë atje, edhe pse ka pasur luftë dhe nuk kam gjë tjetër veç urimeve më të mira dhe interesim të vazhdueshëm për zhvillimet e vendit tuaj. Ju nuk keni qenë më në Shqipëri, qysh nga lufta, nuk na keni parë më në paqe. I have not and I would love to Jo, come back. nuk kam qenë dhe do doja të kthesha. Kur shikoj tani, mendoj se 20 vite më parë, duhet kisha bler një copë tokë në plazhin e Durrësit dhe do të shkoja atje gjatë gjithë kohës, sepse dukej kaq i bukur. Jeni në kohë? But yeah, I mean I really Në atë kohë isha i ri dhe beqar, tani jo më. Albania and I had very much a fun time. Në fakt, po bëj vetëm një ndalesë në këto aktualitetin. Ju e ndiqni është në shtypin amerikan, atë që në shtypin shqiptar është çështja e ditës tani, çështja e Charlie McGonigal, çështja numër 1 në Shqipëri. E keni ndjekur? Very, very, very closely. Po e ndjek me shumë vëmendje dhe mbasi do të jetë projekti im i radhës, edhe pse nuk e di se si do të përfundoj. Por duket qartë se oficeri i FBI, që ka bërë diçka të palishme, fakti që përfshin shqiptarë, që me sa duket paguajnë rushfete, nuk është befasuese. Por fakti që një ish agent i FBI asociohet me një ngjarje të tillë është çmenduri. Unë sapo mbarova së shkruari një libër dhe skenarin e filmin mbi atë libër, që ka të bëjë me sportet, si basketbolli dhe futbolli, në kolegjet amerikane. Unë nuk jam një adhurues i sporteve të kolegjeve, por është historia e një mashtrimi, ku një agent i FBI u infiltrua për disa vite dhe regjistroi duke zbuluar korrupsionin e madh në sportet e kolegjit. Por ajo që është interesante është fakti që FBI e hodhi në kosha të çështje, kështu që i njoh shumë mirë dështimet e zyrës së New Yorkut, në veçanti të FBI-s. Dhe mendoj se ajo që do dalë në pa janë problemet serioze, veçanërisht me zyrën e FBI-s në New York. Unë kam shkruar për policët në New York dhe për rreth New York, për rreth 25 vjet, dhe nuk më habit fakti që McGonigal ka menduar se mund të shpëtonte. Një nga shenjat dalluese të njerëzve që futen te lashe është se ata mendojnë se të gjithë të tjerët janë budallë, por më pas del se ata janë budallënj të vërtet. Vërtet, ishte dashura, ishte problemi, ajo e nxori zbuluar Charlin? It sure looks like it. It sure looks like it, doesn't it? I mean, Ajo duket të jetë një figurë mjaft e pazakon në vetvete. Më duket se ajo po jeton në shtëpinë e Rudy Giuliani, që ndoshta nuk është vendi më i mirë në botë ku mund të varësh shpresat,
sepse zoti Giuliano tani po jeton në botën e tij të fantazisë. I është mbyllur zyra e avokatisë, reputacioni i tij është shkatruar. Nuk e di pse ajo grua dëshiron ta shkatërrojë atë, por me sa duket ka folur se i ka telefonuar gruajës së tij gjithkohës dhe se ishte shumë e zemëruar që e kishte ndarë. Po kështu dalin këto gjëra, apo jo? Ka gjithmonë një pjesë njerëzore në çdo histori, por ajo që mendoj se zoti Emgonika ka bërë disa gjykime vërtet të